Kërkesat për blerje pronash përgjatë sezonit veror kanë patur një rënje të lehtë. Ndriçim e Minaj, agent imobiliar, thotë se përgjatë verës mbi zotron turizmi, koha kur të huajt vinë në qytet dhe shijojnë pushimet dhe më pas në shtator dhe vazhdim e shohin Vlorën si një mundësi për të investuar. Minaj konfirmon faktin se prenotimet për takime me agentët imobiliar janë kryesisht në periudhën e vjeshtës, ndërsa krahasuar me një vit më parë, në sezon kërkesat janë më të ulta. Atëre, unë do thoja, duke qenë se ne tani jemi në sezon e lartë turistik, edhe tregu imobiliar dashu pa dashu ngelet pak më në hije në krahasim me sektorin turistik, me turizmin. Pasi shumica e ka mundje për të bërë pushime sesa për të bler apartamente. Sezoni jon mund ta quajmë shtatorin në vazhdim, pasi janë klientë që kanë ardhur, kanë bërë pushime, u ka pëlqyer vendi edhe e shkojnë si mundësi për të bërë investim. Ka kërkesa momentalisht që flasin dhe si janë këto kërkesa? Tani normalisht ka kërkesa, ne jemi duke mbyllur takime, flasim për periudhë më të vonë, flasim fund gushti, fillim shtatori, kemi edhe takime që kemi tashmë të mbyllura më herët ose takime që na vinë gjatë ditës, por që normalisht kërkesa nuk është aq e lartë sa ne pretendojmë, ose që të jetë ne të ngelemi të kënaqur ose mund të bëjmë krahasim me vitet e kaluara, mund të themi që ka një rënje të lehtë të kërkesës. Po çfarë ka ndikuar në uljen e kërkesës për blerje pronash apo marrje me qira? Ndriçim me Minaj, agent imobiliar, thotë se faktori kryesor janë çmimet që sipas tij janë të larta. Rivlerësimi i pronave sigurisht ka dhënë efekte negative në rritjen e çmimeve sipas me Minajt, ndërsa ndikim negativ sipas tij kanë dhe protestat që kanë bërë që shumë prenotime për takime me agjencitë imobiliare për blerje pronash të anulohen. Atëre, para njëherë është çmimet që ndikon për rënjen e kërkesës, siç dihet, paktën në vitet e fundit çmimet vetëm rriten, nuk është se po stabilizohen apo të ketë ulje. Do të thënë çmimet vazhdojnë akoma ta kenë këtë trendin. Ndikim tjetër është edhe rënja e euros, që patjetër që ndikon. Kjo ndikon më tepër tek ndërtimet e reja, që normalisht ndërtuesit kanë kosto më të lartë edhe rrjedhimisht të rrisin edhe çmimet. Pastaj ka të bëjë edhe pjesa mund të flasë për pjesën e rivlerësimit, që rivlerësimi është një faktor që po ndikon për nxjerrjen në treg të pronave stok, pasi shumë pronar apartamentesh, ndoshta edhe emigrantë që jetojnë jashtë, kanë dëgjuar, kanë marrë informacione për pjesën e rivlerësimit edhe tani vini rivlerësojnë pronat edhe duan t'i nxjerrin në treg me çmime më të larta. Kjo është si shumë pozitive sepse po nxjerrin nga hija pronat që kanë ngelur mbyllur për një kohë të gjatë. Po, mendoj se protestat kanë ndikime patjetër, pasi janë protesta që po publikojnë, po thojnë në të gjitha mediat botërore dhe me patjetër që kjo jep efektin e saj. Tani ne normalisht jemi optimist, presim që shtatori të jetë muaj i real estate, mund ta quajmë muajin e kërkesave më të larta, siç ka qenë pothuajse çdo vit. Tani kjo ngelet për të parë, nuk mund ta parashikojmë dot që tani, po normalisht në gjykimin ton duhet jetë. Kështu, periudha e vjeshtës, duke nisur nga shtatori dhe në vazhdim, prej agjentëve imobiliar parashikohet të jetë koha e shitblerjeve të pronave.